Një rast i pazakontë i kultivimit të bimëve narkotike është zbuluar në qytetin e Shkodrës, ku policia ka zbuluar një tunel të posaçëm për rritjen e kanabisit në ambient të mbyllur, në lagjen 10 Korriku. Ambienti ndodhe në oborin e një banese të marrë me qira dhe ishte përshtatur me sistem ndriçimi e ventilimi modern, të furnizuar përmes lidhjes së paligjshme të energjisë elektrike. Operacioni u zhvillua në kuadër të aksionit të koduar Neonët 9, duke e çuar në 14 numrin e rasteve të goditura në kuadër të këtij operacioni. Gjatë kontrolleve, shërbimet e policisë sekuestruan 555 fidan dhe 115 bimë të dyshuara kanabis, si dhe 254 pajisje elektrike që shërbenin për kultivimin dhe tharjen e tyre. Mes tyre 126 llamba, 80 pajisje inventari, 31 panele LED dhe 17 filtra ajri. Në flagrancë u arrestuan Arvid Papajanis, 35 vjeç, banues në Shkodër, dhe Klodian Hasanaj, 30 vjeç, banues në fshatin Deg, Tropoj, të cilët u kapën brenda ambientit të tunelit. Po ashtu, në pranga u vu edhe Dritan Selmani, 40 vjeç, banues në Shkodër. Në vijim të hetimeve, nisi procedimi penal për 3 punonjës të OSHI-s, DT, 32 vjeç, MH, 35 vjeç dhe FV, 23 vjeç, të dyshuar për veprën penale shpërdorimi i detyrës, kryer në bashkëpunim, ndërsa një tjetër punonjës u arrestua. Policia bën me dije se vijon puna për dokumentimin e plot të kësaj veprimtarie kriminale, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.